Gazetaria Nika Novak zhduket nga burgu në Siberi. Ish bashkëpunëtorja e radios Europa e Lirë, Nika Novak, e cila u dënua me burgim vitin e kaluar nga një gjykatë ruse për shkak të ushtrimit të detyrës së saj profesionale, është zhdukur nga një qendër korrektuese në Siberi, tha avokatja e saj të hënën. Julia Kuznetsova tha në një postim në rrjetet sociale se duket se Novak po transferohej nga kolonia penale numër 11 në fshatin Bozoj në rajonin Irkutsk, megjithse destinacioni i saj mbetet i panjohur. Këtë javë një koleg avokat u përpoq ta vizitonte Nikën, por i është mohuar hyrja, shtoi Kuznetsova. Ai vuri re zhurmë të madhe dhe një numër të madh të oficerëve të komitetit hetimor në burg. Stafi i burgut nuk po shpjegon saktësisht se çfarë ka ndodhur, shtoi ajo. Kuznetsova tha se më 30 nëntor ajo telefonoi burgun për ta pyetur për Nikën, por kërkesa nuk ju pranua dhe ju kërkua të paraqeste një kërkesë zyrtare, gjë që ajo më pas e bëri. Novak u dënua me 4 vjet burgim pas një gjyqi me dyer të mbyllura në bashkëpunim konfidencial me një shtet të huaj, organizatë ndërkombëtare ose të huaj, një dënim që ajo dhe organizatat për të drejtat e njeriut e konsiderojnë të padrejtë. Ajo u transferua në koloninë penale numër 11 në 1 mars, ku u ankua për kushte të ngjashme me torturën përpara se të hynte në grevurie. Ajo tha se u vendos në izolim pasi refuzoi të japë intervista mediave ku duhet të pretendonte se gjithçka është në rregull në koloninë penale dhe të burgosurit janë të lumtur dhe për refuzim për të punuar si rrobaqepse. Presidenti i Radio Europa e Lirë, Steve Kapus, u bëri thirrje autoriteteve ruse ta lirojnë atë, duke thënë se dënimi i saj me akuza politikisht të motivuara synon të heshtë dhe friksoi gazetarët individual. Para arrestimit, Novak kishte punuar për Çita Media dhe kishte qenë kryeredaktore faqes Zab.ru. Ajo kontriboi në programet e Siberia, realites të Reilit në vitin 2022. Rasti 30 vjeçares shënoi herën e parë që një gazetar u dënua në Nenin 275.1, një vepër që u fut në ligj vetëm në vitin 2022, muajt pas nisjes së pushtimit të plot Ukrainës nga Rusia.